Përmbytjet e ditëve të fundit kanë prekur rënd zonën e Torovicës në Lezhë duke përfshirë rreth 2/3 e sipërfaqes bujqësore për afro 2500 hektarësh. Dëmet vlerëson të konsiderueshme, ndërsa qëndrimi i ujit në sipërfaqe për një periudhë të gjatë rrezikon të sjellë humbje të mëdha për fermerët, të cilët kanë kryer tashmë mbjelljet sezonale. Ndërkohë, gjatë natës, si pasojë e rreshjeve me intensitet të lartë, rrjedha e lumit fan i vogël në territorin e bashkisë Mirdit ka vijuar gërryerjen e tokave bujqësore. Situata ka shkaktuar edhe dëmtime në 2 shtylla të linjës elektrike në fshatin Kodër-Rëshen, duke rritur rrezikun për banorët e zonës. Për përballimin e situatës dhe ndërhyrjen emergjente për devijimin e rrjedhës së lumit, autoritetet vendore kanë kërkuar mbështetje me mjete të rënda, konkretisht një ekskavator me krah të gjatë dhe një kamion të tonazhit të rënd, pasi Bashkia Mirdit nuk disponon pajisje të tilla. Ndërkohë do të vijojë puna për rehabilitimin e rrugës në lagjen Preçaj në fshatin Simon, njësia administrative Kaçinar, po ashtu në fshatin Kodër-Rëshen parashikohet ndërhyrje për sistemimin e ujrave sipërfaqësore pranë planit të rrëshqitjes, ku rrezikohet një rrugë lagjeje. Nga ana tjetër, nga hidrocentrali i Qafmollës kanë nisur shkarkimet me një prurje rreth 201 metra kub në sekond, të cilët deri më tani nuk paraqisin problematika apo rrezik, kjo dhe për shkak të gjerësisë së shtratit të lumit mat.